Zjejini limonët dhe pini çdo mëngjes lëngun e tyre. Do mahniteni nga rezultati. Mënyra se si e filloni ditën është ndër gjërat më të rëndësishme sa i përket mënyrës se si mund ta jetoni atë. Konsumi ujë të ngrohtë me limon është një trend i njohur së fundmi si një zgjidhje lehtësuese kundër një sër shqetësimesh të ditës. Sidoqoftë, kjo metodë nuk i sjell të gjitha të mira shëndetësore që i ofron limoni. Kur pini ujë të ngrohtë me limon brenda, ju nuk i shfrytëzoni të gjitha vlerat sepse ushqyesit që gjenden te levorja nuk mund të përdoren nga të gjithë. Nëse e zjeni ujin në limon të tërë, ju do të përfitoni të gjitha këto vlera ushqyese dhe do të merrni ndikimet pozitive që limoni do t'i japë në dobi të shëndetit tuaj madje edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në fakt, efektet e kësaj metode janë të mahnitshme. Sado që mund të filloni ta përdorni, mënyra se si e përdorni ujin me limon do t'japë rezultate fantastike në dobi të organizmit tuaj. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë gjysmë limon, 2 gota me ujë dhe mjaltë. Fillimisht i prisni 6 limona në dysh dhe i shtoni në ujë. Ujin e vloni për 3 minuta dhe më pas e lini të ftohet deri në sa të arrijë temperaturën e ambientit. Hiqni limonet nga uji dhe lëngun e mbani në një tas çaji. Pijen e preferuar e pini në mëngjes duke i shtuar një lugë me mjaltë dhe do të mahniteni me rezultatet që do të ketë edhe në organizmin tuaj në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Limoni është një mënyrë fantastike që mund t'japë rezultate mjaft të mira kundër një sër komplikacionesh. Jeni duke u përpjekur të ndërprisni kafen e mëngjesit. Një filxhan me ujë të nxehtë me lëng limoni të freskët është një alternativë ideale për të arritur këto qëllime, dhe kjo jo vetëm për shkak të aromës së shijshme, por edhe për përfitimeve që mund të ofrojë kombinimi i këtyre dy produkteve. Në këtë video, sipas Eltisaj, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i ujit të ngrohtë me limon. Limoni në ujë të ngrohtë ju ndihmon në detoksifikim më të mirë të trupit dhe të organizmit tuaj. Nëse limoni mund të duket mjaft i afërt, ato janë një burim vërtet i mirë i ushqyesve alkalin që ndihmojnë në balancimin e niveleve të pH-it në trupin tuaj. Kombinimi i tij me ujë të nxehtë dhe limon mund të vendosë përfitime më të mira të shëndetit të mëlçisë dhe ta zgjesojë toksinat e dëmshme, duke sjellë përfitime mjaft të mira kundër detoksit të dëmshëm. Një filxhan me ujë me limon zgjon dhe vendos sistemin tretës në punën e plotë. Kjo pije e thjeshtë, por e fuqishme stimulon dhe përmirëson aftësinë tuaj të trupit për të absorbuar më mirë lëngjet ushqyese gjatë gjithë ditës, duke ndihmuar kështu edhe për vlerat ushqyese që të kalojnë më kollaj dhe të përthithen më lehtë nga sistemi juaj tretës, citon Eltisaj. Uji me limon ju ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt, duke arritur të mbani nën kontroll edhe peshën që nuk dëshironi. Lëngu i limonit përmban pektin, një element mjaft i mirë ushqyes në dobi të organizmit tuaj. Kjo do ju ndihmojë që të merrni përfitime të duhura unike dhe të lehtësoni komplikacionet. Në qoftë se deri më tani ju keni qenë duke konsumuar një filxhan çaji të ngarkuar me sheqer ose mjaltë çdo mëngjes, kjo pije do të ulë gjithashtu numrin e kalorive në dietën tuaj të përditshme. Uji me limon do të qetësojë stomakun e trazuar. Kur në mbrëmje ju shkoni në shtrat me një stomak të ngopur, mund të ndodhë që të ndjeni djegje në stomak, ndjesi të bezdisshme ose një bark të fryrë. Uji i ngrohtë pastron sistemin tuaj tretës, ndërsa substancët nga lëngu i limonit mund të ndihmojnë në uljen e aciditetit në barkun tuaj, duke ju bërë që të ndiheni më të relaksuar dhe gati për një aktivitet të ri. Shkencëtarët përshkruajnë agrumet
veçanërisht limonin si një thesar të vërtet për shëndetin. Limonët janë të aftë, efektiv antioksidues dhe anti-inflamator që zvogëlojnë riskun e komplikacioneve të sëmundjeve në zemër, sistemin nervor e të tjera. Duke qenë se është i pasur me përbërës organik të tillë si flavonoidet, alkaloidet, ato mund të ofrojnë përfitime të mira për shëndetin. Në bazë të dhënave të Healthline, një rëndësi të madhe ka elementi ushqyes i limonit i shtuar në dietën tuaj. Kur jeta juaj ju jep limona, shtrydhini ato dhe i konsumoni gjatë ditës. Uji me limon mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e problematikave të gurëve në veshka. Frutat agrume të tilla si limoni mund të rrisin gjithashtu edhe nivelin e acidit citrik në trupin tuaj, duke ju ndihmuar të realizoni një peshë më të mirë trupore dhe të lehtësoni edhe komplikacionet e veshkave. Gjithashtu, konsumi ujit me limon në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do t'jap një sër vlerash të rëndësishme edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe përmirësimin e sistemit tretës. Problemet tuaja me tretjen marrin fund nëse filloni të përdorni recetat e duhura. Ky lëng i shëndetshëm do ta bëjë sistemin tuaj tretës të funksionojë si duhet dhe të kryejë të gjitha elementet e duhur për një aktivitet të fortë gjatë ditës. Uji me limon mund të shtohet gjithashtu në dietën e atyre persona të cilët duan të humbasin kilogramët e tepërt, ndaj konsumi i tij në mënyrë të rregullt mund të jetë një alternativë e shkëlqyer. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme se si ajo do të vazhdojë edhe më pas. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde, të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë, në mënyrë që të largohen të gjitha toksinat dhe të riparohen edhe qelizat. Për ta bërë këtë, nuk duhet të shohim përtej një gote me ujë të ngrohtë me limon, për të nisur ditën në mënyrë të përkryer dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet gjatë ditës. Receta e përgatitur është shumë e thjeshtë dhe mund të realizohet nga të gjithë. Shtrydhni një gjysmë kokre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi sepse ndihmon në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet tona. Për gjatë pjesës tjetër të ditës mund të konsumoni lëng limoni në ujë të ngrohtë ose të ftohtë sipas preferencave tuaja. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë për gjatë ditës dhe uji është i rëndësishëm, pasi përbën 60% të peshës tonë trupore. Shtimi i ujit me limon në dietën tuaj do të ofrojë përfitime të vitaminave, ushqyesve dhe lehtësimin e komplikacioneve të trupit. Ndaj, konsumi i ujit me limon në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të ofrojë hekur, kalcium, kalium, fibra, pektin. Për të mos harruar janë edhe përbërësit antibakterial të cilët ndihmojnë në mbajtjen e shëndetshme të organizmit. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon si një zëvendësues të kafes, ndaj nëse po përpiqeni të largoni sadopak kafeinën, uji i ngrohtë me limon mund të ndihmojë në këtë proces. Në këtë video do ju njohim më arsyet pse duhet të pini rregullisht ujë me limon gjatë ditës. Uji me limon redukton riskun e infarktit të zemrës sipas shoqatës amerikane të zemrës. Pastron lëkurën dhe redukton shenjat e plakjes, duke përfshirë edhe eliminimin e rrullave. Vepron si një detoksifikues dhe sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë të kryejë funksionet e mëlçisë. Përmirëson humorin dhe ekuilibrat emocional, balancon nivelin e pH-it në trup, përmirëson shenjat e inflamacioneve dhe vepron si një reduktues i dhimbjeve të lehta, ndihmon në shërimin e dhimbjeve të kokës, lehtëson diskomfortin si pasojë e konstipacionit, shton oreksin dhe kontribon në shtimin e peshës edhe në rast se jeni mbi peshë, përmirëson aromën e frymëmarrjes, qetëson dhe rregullon aparatin respirator, lehtëson infeksionet e traktit urinar, parandalon dehidratimin, lodhjen e të tjera. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, të juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.